أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الله نزل فلندرم صلوات السلامت pejgamberit alayhi salatu wassalam e dërgojmë lutja Allah nxel që na pranoj namazën apo farzën e sabahut. Pashtu Zoti na i pranoft edhe ibadetet që kena bërë gjatë këtyre ditëve të Ramazanit. Fillimisht Allah na bëft të sinqert. Pastaj na bëft për atyre të cilët me përfundimin e Ramazanit nuk i përfundojnë ibadetet, po i vazhdojnë, për arsye se kur ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam, sahabët janë mërzit shumë, edhe sikur disa prej tyne i ka kap një çfarë ndjenje se mor fund çdo sen. Edhe Allahu Gjaleshanu ka forcu Ebu Bekr Sidikun radiallahu anhu me një qëndrim të paimagjinueshëm, i cili ka qenë orientim i sahabëve. Edhe ka thonë një fjalë ndër shumë fjalët e tija madhështore, ka thonë kush e ka adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Muhammedi ka vdek. E kush e ka adhuru Allahun, Allahu vazhdon të jetë gjallë. Edhe pse ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam, Allahu vazhdon të jetë gjallë. Prandaj çuçi i keni adhuru Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, më falni, që kanë adhuru Allahun, tukon Muhammedin sallallahu alaihi wasallam gjallë, çashtu adhurojnë e Allahun, tukon pejgamberin sallallahu alaihi wasallam i vdekur, sepse Zoti është Zot. Njëjtë është edhe puna e Ramazanit. Na themi, e ndrojmë pak fjalën e Abu Bekrit dhe themi kush e ka adhuru Ramazanin, Ramazani shkoj. Ama kush e ka adhuru Zotin në Ramazan, Zoti vazhdon të jetë i gjallë. Që na gjithsesi nuk i mi fal për hatër të Ramazanit. Nuk i me agjëru për hatër të Ramazanit, po kemi agjëru për hatër të Zotit. Se Zoti i Ramazanit është edhe Zot i 11 muajve të tjerë. Na çka kemi bën në Ramazan? Vetëm i kemi shtu disa ibadete, ose që janë farz për atë muaj, ose që janë sunet në atë muaj. Do thonë, farz është agjerimi, sunet është taravia. E dim që na u kanë lehtu disa ibadete, Allahu natyra e Ramazanit është asisoje, që lehtohen disa adhurime. Për çfarë arsye? E para, se ambienti i Ramazanit është i tillë që Zoti Gjellëshanuhu interesant të jep një kuvet, një fuqi, një ndim, një vullnet, një forcë, që as vetë ti nuk e di ka vjen. Është e çuditshme si të kryhet Ramazani, subhanallah, çaj vullnet gati thuj se shkon. Kjo është e para sebepi pse në Ramazan letohen. E dyta, për arsye se Allahu Gjellëshanu një kategori të shejtanëve, jo të gjithë, një kategori e cilët janë ata shejtan që i bëjnë presion edhe i pengojnë besimtarit në ibadete, e bëjnë demel, i lidh. Prandaj gjen vullnet për ibadet. Plus edhe rrethi, ambienti, shoqënia, edhe kjo bën vetën. Por, ajo që është e rëndësishme, e vërtet është që ka ambient tjetër Ramazani. Por asësi, nuk guxojmë çdo vjet na me shtu adhurimin në Ramazan, e mas Ramazanit apet mu kthy ku je konë që aty njëjti nivel para Ramazanit. Ata të cilët merren me media, për shembull, ose me përpara, ose me lojna, i kanë mrinë disa nivele në ato lojnat e veta, disa rekorde. Edhe tash, çdo vjet, ai munohet atë rekordin e vet me e ngrit më lart. Po besoj vjet qëllaj, apo jo që lunë me lojna. Ose, ata mediat e kanë shikueshmërinë e caktuar. Ta marr shembull 1 milion shikime në ditë, në lajmet të tyre ose klikime. Ata synojnë çdo vjet me kalu atë rekordin. Në vitin tjetër mos më kanë njëjtin nivel, të njëjtën shikueshmëri, po me ushtu. Kështu edhe besimtari në çdo Ramazan
duhet në vetën e vetë me lanë mas Ramazanit diçka që se ka pas para Ramazanit. I ka lexu ka 2 faqe Kur'an para Ramazanit, pa marrë shambull. Tash u kry Ramazanit, tash kam i lexu ka 3. Nuk kthehet më që aty ku kon vjet. I lexon ka 3. Në vitin tjetër, përveç Kur'anit, fillon nuk i ka fal sunetet krejt, janë nisë me falë për shkak sunetin e drekës, edhe se le kur. Çdo vjet shton diçka. Ban mi shtu 2-3 vepra të mira. I ka falë veç 2 vakte, tash i bën 5 ose i bën 4. Nuk du tash detyrimisht me çish po tham unë më bë. Ti e dish te vetë ajo te problemin cilën e ki ti. Deri tash i kon person që ke pas qef me fol për njerëzit e tjerë, e bo gibet, tash ki menal gibetin. Te kjo e gibetit do man përqeshja, në nënçmimi, përmendja me përbuzje në tavolinën tane të tjerëve. Është interesant, subhanallah, sa besimtar në Ramazan bin në këtë grack të mbjellur, në trun nga shejtani. S'po them grack të shejtanit se ajo është i burgosur. Ama i ka met vesi, sa prej neve ndalemi prej hajës edhe pijes, që s'ban mangër me pi, në Ramazan se prishet Ramazani. Por nuk ndalemi duke ngran mishin e të tjerëve. Allahu Gjeleshane ka përmend në Kur'an se ata të cilët i përqeshin, i nënçmojnë të tjerët, është në gjuna, sikur me hangër mishin e tyre të vdekur. Një gjenazë me marrë dhe me ullë, bismillah. Sa e nevereqme. Qashtu është mëkat. E tash, një njeri që është agjerushëm, a thu është qaq i undë për mesht njerit, se ka gajle. Para iftarit. Në kohën më të mirë, kur du të me bon dhikër, me përmend Allahun, me bon doa, e shet ti që aje në nënçmën tjetrin. Dhe tash ti habitesh qysh mundet me agjerun nga haja dhe pija, nuk mund me agjerun nga fjalët e këqija. Pashtu pejgamberi alayhi salatu wasalam ka përmend, kush se le gënjeshtrën edhe të punuarit me ta, edhe rran me gojë, po edhe me vepra, rran me vepra, tradhton me vepra, mashtron me vepra. S'ka thot Allahu nevojë me elan ti hajen e pijen tane. S'ka nevojë, sepse qëllimi i agjerimit është përtej kësaj me lënë barkun veç thatë. Ajo është një prej qëllimeve. Barkun me lënë thot një prej qëllimeve që ndoshta thjesht janë edukative. Përtej kësaj është ana shpirtërore ajo imanit. Prandaj Ramazani duhet me na lënë diçka mas vetës. Ti prej sot se cilën vetën e vet, le ta bëje një plan, le të jap besën Allahu Gjeleshanu që diçka të cilën nuk e ka pas nga veprat e mira, ka me shtu ose ka me majt në Ramazan, e ke shtu maje mas Ramazanit. Dhe epja besën Allahu Gjeleshanu pashtu, një të keqe të cilën e ke pas para Ramazanit, edhe në Ramazan e ke nalë, vazhdoje nale edhe tash. Deri në mëtë. Në mëtë pastaj, shton prap një adhurim. Edhe me bon plan, mos me gjetë vdekja vetë se sa ma shumë i kompletum. Është e gabu me bindja e shumë njerëzve që i arsyetojnë budallakit e tyne, a di me çfarë fjale? Vallai o që kjo jam unë, s'nraj unë ja thëm njërit në sy, unë s'ni, unë jam i drejt për drejt. Edhe është klub këti, lap ati, glup ati. Ti dush me nru. Ti dush me nru. Po, është e vërtet që nuk du të më konë munafik. Po nuk është e vërtet që ti du të më konë i pa edukum. Unë që kjo jam, edhe thuja. Jo, aje qaj, në rrasë se si e mirë. Nuk je mirë. Sa njerëz i nënçmojnë të tjerët, me arsyetimin unë jam i drejt për drejt. Po në rraje se nuk je mirë qështu. I drejt për drejt, po se ki mirë. Bano i drejt për drejt, i edukum. Ani i drejt për drejt, ama i edukum. Pejgamberi alayhi salatu wasalam ka pas rast që njeri u konë
jo në nivel të duhur, po e quaj kështu, Resulullah sallallahu alaihi wasallam i ka buzë qesh. Nuk i ka thonë ti si e kërkon, e ka marrë, ka da, e ka këshillu. Qysh me këshillu? Qaq me edukat, sa ti mu ngushtu që pe këshillon ata, ma shumë se saj që pe nin këshillën pe te, ose që ti po e kritikan ata. E nëse kemi qëso cilësi, qëso vese, hajde t'i përmirësojmë. Domthon, gjithmonë duhet një hap me shku ma përpara. Deri kur sa ka shkru Zoti. Gjithsesi, kjo vetëm le të mbetet një këshill, pra më u kthy prapte fjala e Ebu Bekrit radhiyallahu anhu, se na nuk e kemi adhuru Ramazanin. Na e kemi adhuru Zotin e Ramazanit. Edhe ai është i gjallë, as ka fillim, as ka fund. Ai është Zot që na i shkruan sevapat në 11 muaj që është na i shkruan në Ramazan. Edhe na i shkruan gjunahet në 11 muaj që është na i shkruan në Ramazan. E dim që bjen niveli për arsye se natyra e ibadeteve dhe natyra mujt bekuar është e tillë që më ushtu niveli edhe intenziviteti i adhurimeve. Por jo me shku që aty ku jemi konë edhe me një farforme gjithmonë më konë të shtlajfit në të njëjtin vend. Por gjithmonë më u përmirësu. Ata që nuk i falin vaktet, e këshilloj gjithë se cilin që t'ja nis me i falë namazin. Këshilla ma madhe që dikush mundet me ta dhanë, është kur thot nis jam u falë. Nuk ka këshillë më të madhe. Përveç një këshilla ma madhe, ai që s'ka besim, me i thonë beso për i Zotë Zotit, se pa besim s'ka xhenet. Ama alhamdulillah përderisa keni ardhur në xhami, ke me kuptu se keni besim. Atër duhet të këshilla dytë me dalë. Ibadeti më i vlefshëm, më i vlefshmi, ibadeti më i rrezikshëm lani atij, që është kandidat potencial e mundshme personit që s'fal namaz me shku në xhehenem. Allah i na ruajt. Prandaj të dashur vëllezër, merrni këtë këshill ju, këshilloni familjarët e juaj për çdo problem të dunjas dhe të ahiretit. Namazi është shërim, namazi është qetësi. Resulullah sallallahu alaihi wasallam sa herë ju kanë ngushtu punët o qua fal. Sa herë ka pas një mërzi o qua fal. I kanë pyet ja Resulullah, pse po qohesh po falesh kur po ki telashe? Tha, Allahu xhalleshanu më ka bën qetësi edhe bebës të syrit tem, qetësi të shpirtit, namazin. Namazin. Prandaj këshilla që u ka thonë sahabëve në mënyrë indirekte, ju ka thonë sahabëve, i ka thonë Bilalit, o Bilal, që thire i kametin na qetësa me namaz, na rahata me namaz. Nuk e ka bërë anën, sikur se dikush prej neve thot, ndodhë që na thot, o gjëtë qomi të falmi, t'ja hekim gajlen. Namazin nuk bëhet mja e gajlen, ta kry ma shpet, se aman, sikur se një punë që du ta kry ma shpet, se po më rri gajle, ta heki gajlen, të rahatohëm për saj. Na nuk falmi për mu rahatu për namazit, na falmi për mu rahatu në namaz, mu qetësu në namaz, nuk ka veç mja borane. Njerë pejgamberi alayhi salatu wassalam, po qëndron të bashkë me disa prej shokëve të tij, kështu siç po rrim na, edhe ka qenë tradit e njerëzve udhëtar që kanë ardhur te Resulullah sallallahu alaihi wasallam, edhe dy kategoritë njerëzve kanë ardhur prej jashtë qytetit. Ata të qytetit e kanë njoft njëri tjetrin, po kur kanë ardhur prej jashtë, sahabët e kanë pas një tradit, kanë thonë, u gëzoshmi kur vike dikush i cili dike me pyet. Dike me pyet, bojke pyetje të mëshme, prej të cilave edhe na përfitojshim. Se një kohë, sahabët, një kohë, e kanë pas ndalume me pyet pejgamberin alayhi salatu wassalam. Se, sikur ulemat kanë thonë, dietarët kanë thonë, u pat ba pyetjet qatë shumë ja bojshin Resulullah sallallahu alaihi wasallam, sa edhe hupi sensi pyetjeve për çdo sen.
shembull tash, ka një kohë e tillë që rrjetet sociale ose mundësia me kontaktu me një hoxhë ose dikon është aq e madhe sa më kërkush nuk lodhet me këshir në letër kur i bjerë për shembull dita Bajramit. Hoxha kur i bjerë Bajram, a letrën e ka në shpe. Çdo sen e don hazër. Allahu Gjalleshanu për mos me ju ndalu do sene edhe me shku feja të zbrit ka dal për 23 vjet, ja u ndaloj mi bo pyetje sahabët. S'keni me pyet. Një kohë s'keni me pyet. Përveç ja u lejoj me një kusht. Kushdo me pyet, ka me marrë njerë pare, mi dhonë sadak, jo mi adhon pejgamberit, jo pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam. Po mi dhonë sadak, te fukarat, i qesh, 10 euro, japi sadak, masa na vjen të pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam edhe pyet. Që do më thonë, qaj që do me përfitu, le t'jep pare, sadak. Thot Enesi, kur vinin njerëzit, jashtë Medinës nuk e dinin këtë rregull, edhe vinin e pyetnin pejgamberin alayhi salatu wasalam direkt. Thot na habitnin njerëzit e mençur. Por ishte një quajnë kështu problem se Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk kishte shenjë dalluese nga shokët e vet dhe nuk kishte vend të veçantë ku ulej që e dallonte prej shokëve të vet. Kjo është edhe madhështia e këtij burri alayhi salatu wasalam, ku e gjente venin fat që aty ulej. Ku e gjente venin fat që aty ulej. Veshën gjitha, sa që njoni pa të shku, njëherë me njetë me mytë pejgamberin alayhi salatu wasalam. Subhanallah. Mas pari që i ka hinë zemër, o shkon kër e ka pa, që së është i ullën kryet venit. Jo në konë të nejtë sahabët, kër ka gjithë një vend thot, tëp ka shku është ullë. Ja, Rasulullah, e cëtë në kryet venit, je që të mirë, është ullë. Thot, unë e këshyrë në kryet venit, kur për shata, se se ka njoftë, anash. Thot, kër janë nisi me folë, qaq folë ke marë, edhe mirë, edhe drejtë, sa unë e thash vetë me vete, kë nuk është rënacak. A i me njetin, po shkoj për mësë, ti ratoj njerëzit për rënave ti. Edhe nuk u qupe i me zhlisit, veç të tha, o Muhammed, nalo. Tha ku marë kështu, me këtë qëllim. Por vallahi, nga jo që edhe të pash, po edhe të ndëgjova, unë nuk qohëm për këtu pa ra shahadet. Edhe pra në islamin. Kur vinin këta njerëz, këqyrnin në tubim, asli shaj nuk e shifnin të veçantë të nej person. Edhe pyesnin, cili është Muhamedi, sallallahu alaihi wasallam. I thonin që kë. Ko marrë me të pyet, kështu. E njëherë, erë një burë, por ishte i veçantë nga të tjertë. Nuk kishte shaja të udhëtimit të aji. I pastër, me teshat bardha, me flokë të kreme dhe të lame që i vizlanin. Pse e përmenë transmituesi kështu se zakonisht kanë ecë ata, në kam ose me deve, pluhun i shkretinës, era, fryma ka frymë, djersët e tjere. Ky ishte i veçantë, thushti se ka pik piqillit. Tha ullë afër pejgamberit alayhi salatu wasalam, edhe gujti afroj me gujtë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vendosi durët përpara, që shërim nënët e jatë. Në shenjë respekti dhe edukate, kështu i vendosi durët. Përpara këta matë vjetët e dinë mësusat, në thoshin me qitë durët në tavolinë qështu. Ta tritë se dinë se këta janë kollerski stil këtash. Mësusi po kesh. Përpara me qitë kështu edhe me këshyra i ke prej thajtë. Edhe kër i ka pas dhe kush pa preju, më nuk e pak me shtyp kështu, mos më ju dokë. Edhe thu pra kriske. Ama para mësusit me nejtë me edukatë. Që ato kanë dalë generatat të edukume. Ullë edhe i kështu i ma i ke durët. Dhe ma thonë, të gujtë. Edhe po i thotë.
Çka është Islami, më kallza? Sahabët s'po bëjnë za. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Islami është me ra shahadat, me fal namaz, me agjëru Ramazan, me kry haxhin edhe me dhënë zakatin. Kështu radhitja është. 5 kushtet e Islamit. Që ky njeri që po e pyet, po kthehet edhe pi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çashtu është ta. Sahabët po e këshyrin njëri tjetrin, la ilaha illallah. Ky edhe pe pyet, edhe pja aprovon, pja miraton. Kush është ky njeri? U shtu kurreshti atyne. Pastaj e bani pyetjen e dytë. E çka tha imani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja dha apo ja përmendi 6 kushtet e imanit. Me besu Allahun, me laqet e tij, librat e tij, pejgambert e tij, ditën e fundit, do thonë, edhe ringjalljen, apo kaderin, caktimin e Allahut. 6 kushtet e imanit. Ky burr të njëjtën gjë apo veprim e bani si në fillim. Tha, çashtu është. Për streti e pyeti, tha, e çka është ihsani? Ihsani, shqip është përkthy bamirësia. Mirë, po nuk është për qëllim bamirësia që japish, por është ma shumë se sa kja. Në bazë të përgjigjes, kuptohet që kam për qëllim bamirësia këto. Është për qëllim mi bë punët në mënyrë perfekte. Perfekt mi bë punët. Punët e fesë, ibadetet. I tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, ihsan tha është me e bojnë ibadet Zotin, ama ti në trunin tanë, në mendjen tane, me pas programume, shtu si ku ti msheli sët, që shpim msheli unë tash, se Allahu Gjeleshanu është të të pa. Ti ku të falësh, Zotit të të pa. Edhe pse ti s'peshe ata, a i ty të të pa, me pasat ndjenjen, ka të shkësh. Ku qëkën atje, me mashtru atë në kanar, ku qëkën atje në metër, drunt ku ti blesh, metra me se më konë 2 metër, dhe ta si 20 që, ato metrat e drunit, a edini që palihon kështu, 10 copa në vend se më konë ka 20 cm, a i qka ban? I ban 9 copa, një ka midisi a hek, hiqen ato, edhe në gjitën apet. Ti e shosh 2 metra aty, këtu e shosh 1, 2, 3, 2, ama një të 10 është, se e ka midisi a ka hek një. Ti nuk i ban këto sane. Ti kur të shet diqka, kur të blen diqka, nuk thu inshallah se she atë dallaverën që e ke ba. Pse? Ti qa qenë nivel të nalt, sa ti veç me ato e ke lidhë punët. Se edhe pse ti nuk peshojsh Zotin, ajo të të pa ty. Kur t'ja jep ti sadakën, ti nuk jep sadakën me të pa gjinja, o bura i dhash, që kaq. Ti e mshef sadakën. E mshef mës me pas dora maj që kanë të dhonë dora djatë. Se ti ke ngrit nivellet, standardet e tue i ke ngrit, ti ke te kalu njerëzimin. Ti ke mrin nivele me Zotin me pas punë. S'ki punë me njerëzit. A i tjetëri i dha 20 euro, e murën vesh këtë 2 oja. Ti ke dhënë 200 se murë vesh kërkush. Hyq ty stanin. Hyq ti se ki gajle. Se ti nuk e bën për njerëzit. I ke ngrit standardet. Që kjo është ihsani. Me mri një nivel ku edhe i cili nuk e ka pa a i zotnia që pe aha mollën, a e ka lype, deri kër e ka gjetë. Tha ku mongër mollën e dinin, do është ta historin që edhe jo të baj halal, jo të baj halal, jo të qes kushte janë i. Ka mujt me ecë, por do më ngritë standardet. Ka kalu të kategoria ma e nalta imanit, ma e nalta. Me i bo perfekt punët se është i lidhen veç me Zotin. Kur e tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë përgjigje, prap pyetësi i tha, qashtu është. Ja miratoj përgjigjen.
Vazhdoj. Tha mirë, më trego kur ka me ndodhë kiameti. Pejgamberi alayhi salatu wassalam i tha, ai që po pyetet, i pyeturi, domethënë pejgamberi, nuk ka tha ma shumë dije se ai që po pyet. Po do me thonë, ati që po pyet, as ti, as une, s'kemi dije për këtë çështje. Kjo dije i takon veç Allahut, veç ai e di. Domethënë, njeri nuk ka në botë deri në kiamet që e ka të zbulume çështjen e kiametit, kur bëhet kiameti. Përveç informacionin fillestar e ka me laçja që i fryn surit. Suri është një buri e madhe që Allahu Gjelleshanuhu ja ka dhënë urdin me laçës me u afru, gojnë me afru të surit, veç edhe është të prit, të këshyrë, kur pi vjen urdin ka Zoti, kështu të këshyrë. Edhe veç me janis, prej asoj kohe, melejku është të nejtë në stres. Kur për jep urdhën Zoti, bëhet kiameti, kur t'i fryet buria, shkatrohet çdo sen, i fundit prej atyne që vdes është me laça që i merr shpirtat. Që ati ja merr Allahu shpirtin, pastaj Allahu Gjelleshanuhu thirr me za, kuj i takon sot pushteti, kush është sot mreti i mbretërve. Edhe Allahu ka përmend në Kur'an, nuk njihet as një za dit, as edhe një pëshpërim, as kështu s'ka. Çdo sen, atër Allahu këthen përgjigje vetës vetë, Lillahi l-wahid l-qahar, pushteti takon Allahu të vetmit, që i nënçmon mendje mëdhajt të zullumçart, që i përull, që i qëtë ndygujt. E keni pas sa zullumçari e ka pas fundin qaq të idh, qaq mësim për njerëzit, sa edhe nëse se ke dash ti, kër e ke pa, që shi ka ardhë fundit, tu ka dhimt. Kështu Allahu ja bjen atyne të cilët e kanë harru Zotin, atyne të cilët e kanë sfidu Zotin, halau pa vdek. Sepse pushteti prej emrave të Allahu Gjelleshanuhu është el-Qahar, ai i cili i përull, i qëtë ndyguj ata që sfidojnë pushtetin e Zotit. Njeri kur bëhet zullumçar, ose kur të harron Allahun duke mendu se ai është edhe s'ka, ose kur e lufton dinin e Zotit Azza wa Jall me pushtetin që Allah ja ka dhënë. Zoti po t'jep pozit, Zoti po t'jep pasuni, ti çka bëvan? Kanë pe kundërshtan. Kanë pe kundërshtan Zotin. E qatë dit nuk përgjigjet askush. Ka thënë Allahu në Kur'an, mas shumti që i gajlën, që i manë stres në tut njerëzit o dita kiametit. Kur i qesin disa një këshill, po e jap, disa musliman se ka shenjat kiametit, ka shenjat mëdhaja, shenjat mesme dhe të vogla. Shenjat e vogla janë kry, të mesmet janë të u kry, e të mëdhajat nuk janë kry. Mëdhajat kur vinë, edhe të copa e të mëdhaja. Në pyesin hoxha, njerëzit japin komente si pas dëshirave të veta, që kjo shenjë u plëcu, erdhë kjo, edhe tash pyesin tutë njerëzit. Hoxha, për në është nga të kiametja. Kom lexu, thot dikon, ose kom një dikon, ose mos jetani me këtë frikë. Se Allahu Gjelleshanuhu, kur e ka shkru që kena me dek, u bon kiameti. Su bon kiameti, ti në qatë dit ki me dek. Ti në qatë moment ki me dek. Edhe nëse o shkru me më rinjë kiametin, që ka shkru Allah, alhamdulillah. Por, kiameti nuk bëhet mbi ata, të cilët
qoftë edhe nëse din veç fjalën Allah. Ti përderisa dish me thonë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah, falesh namaz, nuk bëhet kiameti mbi teje edhe mbi meje, inshallah. Se është aq e rënë ajo ditë sa Allahu nuk do me i stresu besimtarët që e din veç fjalën Allah. Për atë kohë. Prandaj, mos e bani gale. Edhe mu bo kiameti, ti edhe unë nuk e mrim për arsye se Zoti nderon besimtarin që e njeh Allahun, mos me e provu kiametin, për shkak të vështirësisë që ka ajo ditë. Mirë, i tha nuk e di kur është kiameti, asune. Atër i tha pejgamberit alayhi salatu wasalam, ky burr, mirë, masi se din, a ka bre shaja kiameti? A mund me ma tregu në shaj? Ka libra të ulemave që i përmendin komplet shajat e kiametit. Por, këtu Resulullah sallallahu alaihi wasallam nuk i ka përmend këtë shajat, po i ka thonë disa shaja. Thot, kur gruaja të lindë zotriun e saj, kur njerëzit e varfër, barini, të pa rroba, të leckosur, të shtyhen në ndërtimet mëdhaja. Edhe i përmenit disa shenja, pastaj ja provoj edhe këta, ky burr edhe u qu. Shkoj sa që atje, i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabëve, shokëve të vet, aty ishte edhe Omeri, tha, a dini kush ke? I thanë, jo, ja Rasulullah, një mysafir, po s'pe njofim. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam përgjigje, tha, ai ishte Gjebraili alayhi salam, i cili ka ardhur m'ia mësu fen. Në një transmetim, në një libër, në një shënim, cekët se i thanë njënit për sahabëve shko thyrë. Kur dolën ata që aty ama shkreti në vene, jo si këtu me objekte, rafsh, dolën për këshyrin sa kërkun, u shduk njëri, hupi, si me lëshu toka, thanë ja Rasulullah, sa është keshë pejgamberi alayhi salatu wasalam, se ai kishku për pjetë. Tha normal që nuk është se ai ishte meleku Gjibril, që erdhe m'ia mësu feni juj. Ulemat, të dashur vëllezër, nëse dikush të pyet, ma prezantoj Islamin, çka ka na feja juj, ata që jetojnë nëpër gërbet, ti është mirë me mësu qëtë hadith, me kuptim, nuk ka patjetër me fjalë për fjalë. Nëse mëson fjalë për fjalë, mirë, nëse jo, me kuptim. Islami i ka 3 baza kryesore. Edhe nëse po them se shpesh njerëzve ju përzihen shumë sene. Ke pa sa më pak që din njerëzit, sa më pak që lexojnë, çaq ju komplikohet feja më shumë. Ai që s'di mu fal, thot vallahi shem fal, po s'po di burr. Njeru fala thot s'ka në xhumë për shembull, bashku falem mirë thot, këtë bashkë. Kur ja nisën do të qu, do bjerë, tha mu përzi jalë sa ope krejt, tha e lash. Se çdo kush që nuk dit diçka, i duket e vështirë, ajo duhet me pranu. Feja, a o zëra lehtë, se kemi edhe pyetje tjera. Thot vallai zër, a i thot, unë s'po tham, thot haram kjo, haram ajo, haram kjo, haram ajo. Haram është do sen e cilat bandan. Haram është veç një pije, veç një pije. Haram është veç alkoholi. Ti në gjithë jam në qysh dush. Ti përmeni sa dush, ama raja e meseles është alkoholi. Krejt pije tjera që s'kan alkohol janë halal. Ushqimet,
cilat janë haram. Mishnat, çdo mish që Allah ka përmend në Kur'an, ose ka damin e imanit, në iman, besim, ose damin e shëndetit. Damin e shëndetit, çdo kafshë e cila dëmton shëndet, është haram mishi i saj. Ose çdo kafshë që nuk dëmton shëndet, por nuk është e prerë për Zot Zotit, ajo ta dëmton imanin. E kanë therë kurban për tyrbën. Zban ti me hangër. Po e therë në hoxha është tamam e therë në çish duhet. Po qëllimi për çka o therë, zban ti. O therë për një fest budistave atje, në Indi. Ti zban me hangër. Dam në iman, ose dam në shëndet. Gjarpnin me marrë me hangër, zban. Pra nuk është feja e komplikume, kretë sanat haram. Por na të mos e njoft, e komplikojmë. Qëto 3 sana, 3 baza i ka feja. E para, anën e jashtme. E dyta anën e mbrëmshme, edhe e treta kulmin e saj. Ana e jashtme janë 5 kushtet e Islamit. Kush i kryen ato, ose mundohet me i kry, sa të mundet, miri ka punt. Tham është shahadeti, namazi, agjerimi, zeqati, haxhi. Kush mund me i kry çto 5 kushte, miri ka punt. Po nëse s'mujën e mi kry kret, atëherë nuk duhesh me lëshu pen këto 5 kushte sipas mundësive tua. Sipas mundësive tua. Njëherë në jetë me ra shahadet, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu, ke hynë islam. Njëherë në jetë. Çka të bjen shahadet ma shumë ki sevap, ma farz nuk e ki. Namazin, shumë bëhësh mi falë 5 vaktet. Jo se Allah që të ka kriju, të di konstruksionin tënë. A njeri pënërëq kerrin, edhe pishkru në aty, 400 km në orë me ecë. A si alëshon ajo burba, kjo burma, jo, ti rejurt, ishë më stanin, ti e blen 3 milion euro, pa e marë përgjëtsin, a i të ka garantu, sa e ka punu aty 3-4 vjetë për mja nërë që ato, që me mujtë edhe me koqitë edhe gjitha sanët. Aha. E po konstruksionin që ta ka bon ty a i naltë, e ditë ti amun është mi falë 5 vaktet ajo. Se është ma inxinjerë se sa qaj që kanë reqat kjerën. Na kretve ju besojmë, veç kur vjen punë në të Zotit, debatojmë. Na besojmë se qaj që kanë reqat kjerën ose aeroplanin, e duran që aeroplani qatë shpejtësi ose qatë uli ose ngritje. Kur vjen të Allahu Gjeleshani që të ka bon konstruksion më të mirë, edhe e ka ditë t'ja mund e kry namazin ajo, aty debatojmë. Sa mi kry? Namazin nuk bën me lanë, ama masalina si pas mundësive, mrena namaz ka tolerime. 5 vakti s'ka tolerim, po mrena namaz ka tolerim. Qysh? Du të mi falë 5 vaktet. S'po mund me maravdes, marrë është temum. S'po mund mi falë sunetet, i falë veç farzët. S'po mund mi falë farzët, në kam i falë i shullet. S'po mund ullë, i falë shtrim. Jenë udhëtim, s'po nalet autobusi, falë është në autobus. Qysh do që t'jesh ti, pasha Allahin, që ashtu Zoti për të falë. Qysh do që mund është ti. Ama mesele. S'ki mundësi kështu, ban ashtu. Po heq unë s'ka mundësi, heq, jam shtrin, heq, trap, syti lunë veç, kurse në unë në shaje e tu falë. S'po moj edhe këta, me men falë. Ama namazin ti nuk e lash. Deri kur, 2 sanën nëse nuk i ki, ose njërën për këtyne 2-jave, që atër e lash namazin. Nëse hup njërën për këtyne 2 sanëve, tash që kam i përmen. E para, nëse hup mendjen, i konë mirë, Zotin arrujt, ka marë spajt rune, se ki farz ma namazin. Do më dhoni qpenduri se ka obligin. Ose e dyta, nëse nuk e ki shpirtin.
Nëse se ki mendjen, ose shpirtin, dhe ma nëse vdes. Deri në momentin që e ki mendjen edhe shpirtin, obligim është namazi. Kalim të dyta të agjerime. S'po mund me agjeru, e zavendësan ku qënosh je smut. S'po mund me agjeru kur, e kini smundje që nuk qënosh kur, e pagun. A përshë alternativ ka. Nuk po mund me dhonë zeqat, s'ki pare, s'jep zeqat. Ja për shka pak sadak, 50 cent, 1 euro, me mundësia. Zeqati është me mundësi. Vitrat, po besoj që kush ka mundësi mi pagu. Haxhi, s'ki mundësi, nuk e kryn. Nuk e kryn. Pra 5 kushtet e jashtme të islamit janë me mundësia. Se cila ashtu se e përmenda. 6 kushtet e imanit, me besu Allahun, me lachet, deri në fund, këtu nuk ka me thonë me mundësi. Pse? Se këtu nuk ka obligim fizik, po ka vetëm përgjithësi shpirtnore. Ti nuk mund është me thonë, si të mund është mi besu me lachet, besaj. Si mos mund është mësi besaj, jo, këtu du të mi besu. Po unë e si kum pa kur, as unë e si kum pa kur, as ti si ke pa. Po Allahu ka thonë në Koran, që ekzistojnë me lachet, edhe ti duhesh mi besu. Pejgambert, duhesh mi besu. Nuk ka alternativ me thonë pi besoj do e do s'pi besoj. Te 6 kushtet e imanit, këto kanë bëjnë veç me zemrën tane. A vlen kushtet e islamit, që ato 5, namazi, zeqati, haxhi, nëse nuk i plotson që to 6 të imanit, nuk vlen. Sepse nëse nuk i beson 6 kushtet e imanit, po i punon kushtet e islamit, atëri je munafik. A ka mundësi njëri mos me besu Allahin, mos me besu me lachet, mos me besu ringjalljen, në anën tjetër më falë. Ka mundësi, qysh? Në kohë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka pas munafik. Kanë ardhur në falë, nuk kanë besu. Kanë dashur me përfitu nga interesat e dunjas. Ka mundësi, nëse janë muslimanët fort, vjen aty edhe ai bën shahadet kur sa musliman. Sa musliman veç me marrë një pozitë. Në zemër nuk është besimtar. Ama kushtet e imanit, 6 kushtet e imanit, nuk kanë alternativë me thonë pak po besoj e do s'pi besoj, ose me mundësia. Duhet mi besu të gjitha. Librat e Zotit duhet mi besu. E kur e beson edhe anën e jashtme, e plotson edhe anën e brendshme, kalon te ajo kulmi krejt kësaj ndërtese, hieshia edhe mirësia krejt kësaj, mundohesh ma veprat edhe të brendshmet, edhe të jashtmet, mos mi lidh me njerëz. Mos me të interesu që ka flasin tjertë, mos me të interesu që ka bëjnë të tjertë, ty me të interesu vetja jote, ti më marrë me përmirësimin e vetës tane, ti më marrë me rregullimin e raporteve tua me Allahun, ti me kujtu sa ma shpesh dekjen edhe hymjen varr. Kjo është nivel, quhet në gjuhën e shariatit, shërimi i shpirtit. Shërimi i shpirtit. Sepse trupi ka smuje, edhe shpirti ka smuje. Smundjet e trupit e dini. Smundjet e shpirtit janë xhelozia, gënjeshtra, janë mashtrimi, janë dyftyrësia, janë mosmbajtja premtimit, janë shikimi në haram, janë mos respektimi i matmadhit ose i prindit. Këto janë disa prej smundjeve të zemrës, ose edhe një prej tyre për shembull dëshira për mu duk. Kur t'i japish ti ato 100 euro sadak, plasesh pse s'pa dikush. Pse s'pa dikush. Dëshira për mu duk. E mrin një nivel kur edhe bashkë me dasht me t'pa ti thuj jo inshallah se më shohim se du me po për i Zatë Zotit. Du me po më sheftas. Kjo është shërim i smundjeve të shpirtit. Kalon nivel më të lartë. Edhe kur e kim mundësin me ban të keqen, nuk e ban. Në kohën e Omer ibn al-Khattabit radhiyallahu anhu, Omeri ka marrë një hutbe, një ders. Edhe ka përmend një vërejtje njerëzve. Çka ka thonë?
Po ju njerëz, keni kujdes, ka thonë, kur ta shetni qumshtin, tamlin, mos e përzini me ujë. Mos e përzini me ujë. Që që përzim na, tamlin na shta jo, se sot s'kemi gjamër me mjel, po i përzim do sene tjera. Ka kalu njerë natën, e ka këqyraj gajlet e qytetit, ka ecë udhve, ka ndëgju, çka po flitet. Ka ndëgju mrena në barë, një nanë me vajzën e vetë, po bëjnë muhabet. Po i thot nana vajzës, po i bi, që ti tamlit pak ujë, nesër me shit në pazar. Po i thot vajza, nanë, pa din që kjo është haram. Ase një të dje, që ka tha, prisi, na të raqë vrejtjen, bashkë për qëtë mesele. Ajo bja banoj bi, hajtë të se së është o meri me na pa. Tha vajza, nanë, nëse nuk është o meri, me na pa, oj zoti o merit që na shë. Nas tut mi pi o merit, na tut mi pi Allahit. U gëzu o meri shumë kërë ndëgje këtë fjalë për kësaj vajze. I tha një shokit vetë majnë men që të shpinë, tha se nesër kam punë të kjo shpia. Shkoj edhe trokitin dhe. I tha, a kini nej vajzë? Tha po. Që kjo thash? Po du tha me lyp për djalin tam. Ja dhanë. Për i qasoj vajze, lindi Omer ibn Abdulazizi, që konsiderohet kryetari ose udhëheci më i drejti i pesti në Islam. Nga drejtësia asaj vajze. Përmendi historia islame, njëherë kish pas hub bereqeti me një vend, me një shtet, Edhe mrejti po i mbledh uleman me gjithë një zgjidhje, s'ka as bereqet, as po bjen shi, as njerëzit janë pehan njëri tjetrin. E ki po, në disa vende që materializmi i ka rëbru, për fat keq është ardhur të naja, ku s'kan kohë mas për Zotin njerëzit. Ajo kryma, si s'ki kohë për familje, për babë, për nonë, për me shkunit pane, për me shkunit deke, për mu falë, u kry, ti e robot. Edhe po i thënë ulemaja, dush me abo një test popullit. Dul mrejti edhe tha, e kish marrë një, po thamë një kazan të madhë, 2-3 mililitër. I tha kretë qyteti, tha natën, po na vynë ta qumësht, tamël. Kretë qyteti, tha me prunë ka një gotë, tamël me qitë aty. Se nesër kina, po tha marë natën, ku se shek kërkush, me qitë aty dhe me ecë. Nesër tha, në ora 7, më mbledh këtu, edhe me fillu tamëlin me shkep. Natën, vinë njerëzit edhe çka thonin? Hajde tha se kretë këta, ju, keni me qitë tamël, smirët vesh, unë e tha peqes një ujë, një tas me ujë. Edhe ti tha e qashtu, edhe ti, edhe i tjetre, kretë me në ishin, adin vetë me pështu, dhe që është me ujë, ata qërët le qesin tamël. Kur erë tha sabaj, kur e qeli qeshmën aty, kretë ujë e këshin mush. Edhe i tha popullit, o për gjemat, o popull, a pe dini pse ka u bereqetit e na? Se cëllë i këqyrim, për interes personal, e kur vjen përgjithësia, ikim përgjithësisë. E tha qështu, të menu se cëllë, hajtun për qes ujë, tjerë të qesin tamël, qërë tha kretë e kena mush këtë enën me ujë, e jo me tamël. Kur na nuk tutmi prej njerëzve ma, jo se jemi rebel, jo se jemi rrugaq, unë e s'ni për kërkan, unë e si tutëm kërkuj, rebel. Jo, po na e ngrem nivelin, fillojmë mutut për Allahit. Kur jemi në vetmi, na nuk i bëjmë do gjunahe, se tutmi për Zotit. Që kjo është ajo kulmi, kreti badeteve, nëse e shen një mirë, edhe ti nëse je për tyne, që në publik, shitët shumë e vlijaj, shumë i mirë, në vetmi e në rën lojen ka pak. Kur ti për të mundësia bën, dje që hala kisë mujë në zamër. Hala Allahu nuk ka vend që është duhet në zamërën tane. Pra,
Të dashur vëllezër, erdhi koha, edhe 2-3 minuta i kem. Pra, mesazhi i këtij dersi ose kësaj ligjërate është një përshkrim i anës jashtme të brendshme të Islamit, edhe kulmi i saj është që gjithmonë Zotin me pas në mendje, me pas afër. Lutja Allahun që të na përmirësojë dhe na i fal mëkatet edhe të na udhëzojë në rrugën e drejtë. Nale.